me këshyrë se spesher vlerësohen demonstratat që kanë rëndësi historike, ose këto. Shiqo, çka është pozitive të këto demonstratat? Me marë çka është pozitive? Mas pari po flas. Pozitive është si do kudo i kanë thonë botës që ekziston një problem në Jugosllavi që sa e zgjidhën. Do me thonë, është rritë në botë vetë dhja që Kosovë të kënë njerëzit të ndertë atje. 2, një farë homogeniteti nacionale atëherë ka fillu që është kurorzuar në 90-at mëndaj. Mirë po, në atë kontekst, ato demonstrata kanë qenë, unë i këmë konsiderit dënshme edhe e ndaj konsideroj tila në aspektin se këtë njerëz që kanë qenë me taban kombëtar edhe të angazhum jasë postu. Shumica, heret avon, a zemë lasi të tetën, dikush të nitën, dikush po gradualisht janë spostu dhe është bo një varfrim i elitës politike edhe në Kosovë, në aspektin e mbrojtjes interesave të Kosovës, që kurorzon me aprovimin e amandamenteve në kushtetutën e Serbisë, që japin drejt Serbisë me në rrugë kushtetutën e Kosovës. Edhe në drejtim, do me thonë, aty fillojnë ato problemet të cilat kanë kriju, do me thonë, një situatë të vështirë. E tash, çka kështë ndodhë në vitet e 90-ta pa demonstrata, aty mujmë me skenar ndryshëm mujmë. Në skenar na e këshëm konsolidu shtetësin, këshëm pas mbrojtjen territoriale, i këshëm pas që kemi pas njëjtë si Republikat, komandanti mbrojtjes territoriale ka qenë të Hemre Qica, edhe Fadil Gjoralolli, edhe do me thonë, na kem pas një lloj ushtrije, që me thonë ushtri së konë, po, ka qenë një pjesë e ushtrisë, ka qenë, pjesë e sektorit mbrojtjes. Ajo u janë hek shumë sana, mandej edhe në matë strukturët kuadrave nuk kishin ndodhur ndryshimet kushtetuse, s'kishin pas shansë me ndodhur ndryshimet kushtetuse, aprovimi i amandamentit 47 që i ka mundësu Serbisë me okupu Kosovën, faktikisht. E tash, nashta ky ashpërsimi i marrëdhënieve në Jugosllavinë përgjithësi kish pru një konflikt në Kosovë më herët. Po them. Kur? Po, vitet kur është ashpërsu me Kroaci, me Sloveni, me Kretë, dhe Kosova s'polshon për, nashta kish fillu në Kosovë. Apo kupton, edhe ajo kish qenë katastrofë për Kosovën në atë kohë, do me thonë. Po kjo është një spekulim që unë e përboj. Po kish mujt, edhe Jugoslavia kish mujt, nashta me hi në Evropë, se unë kërë më konë qeverinë federative, unë kom qenë grupin punus me artu për Këshillit të Evropës Jugoslavia. Do me thonë, po flasëm për të tetet. Do me thonë, janë të what if, çka nëse, skenarët e ndryshme. E tash, mirë po, unë mendoj që na kemi shpetu kryesisht për një arsye. E ajo është rrëmja e murit Berlinit, shkatrimi Bashkimit Sovjetik. A është një rrëfim tjetër? Jo, është një rrëfim s'po hi, po du me thonë, se nuk ka ndodhë ma keqë në Kosovë, është që kjo. Po, natyrisht. Se mos kish ndodhë që ajo. Na, mendoj se konsekvencat i kishëm pas shumë të këqija dhe në thëmë një kohë tërtë në vetmi. Që ki edhe në titulli, do më thonë, titulli është ka përcimi vetmis, për arsye se na kemi qenë vetmum. Edhe Shqipëria vetmum, këtë to i kemi bo me telashë, me nej adhe përkraje kështu, edhe në vetmum deri sa kemi bo alansat me NATO-n edhe me vendet me Amerikën edhe dhe tjera. Por që ata është ai ka përcim, mos jemi vetëm. I sholas mesim vetëm. Është interesant kjo dhe të vjetë, shty të gjenë, do më thonë, natën e demonstratave atje me studentët të përpjek me i bind, edhe fundi i këtij 10 vjetëshi ty të gjenë në Beograd në pozitën e ministrit federativ të një qeverie cila është e parafundit me quajt e Jugosllavisë. Ai ka qenë një laborator që shkatërrohet në shtetat. Që shkove? Shkove. U me thonë, viti, e kom thonë edhe pak a shumë, viti 84, 83, 84, 85, u bo një farë ma stabile situata.
qaj presioni për diferencim me këto, u evitu me ardhën e Veli Devës, mandej me Ilas Kurteshin, Ymer Pule ardhën në qeveri, Ilas Kurteshi atje, a zemvlasin parti, edhe paka shumë, janë e shumë më marë frymë. Edhe mu që atërëm thirë Ymer Pule, hajden edhe pse këshin kundrështu, po Ilas Kurteshi dhe i Merim kanë shtyë se kanë kundrështu, zedhen ta me minister shumë, ka postelashe. Minister në Kosovë. Që Kosovë, po. Atëherë do me thonë, nejse, 86-ën mandatar Branko Mikuliqi. Para se me shku atje, Ymer Pule ka pas një intervist jashtëzakonshme në Rilindje. Po. Edhe ku i reziston presionit, se atër ka qenë ideja Kosova me ndërtu 2000 kusur megawatt për me mbajt Jugoslavinë me energji. Aty bashkë kemi bo. Edhe ai deklaron, thot jo, këtu me undot fëmijët tonë. Ai merri ato ka grupu, unë më konë minister, edhe tash me tregoj një rast, nuk dija kom liber ajo. Ishim ministrat e Republikave të Krahinave, u koordinoj shumë në sevë me një minister atje, por politika zhvillimore këtu. Ne edhe shkum aty, ministri i Serbisë, tha, jo, tha, Peruni të ngjillin për Shqipnia, dhe na qka, tha Peruni për Shqipnia, kur bëdani mu bashku me Shqipni, Peruni për Shqipni, thash ato, si pe i qili, apo këtone, të diskutu na për plana, thash, na jem të i rujtë sërbë, thash, po të ki informu më hisë, thash, hyrë, po na thash me i boq ato termocentralë, që duhet krejtë sërbë me hikë, me i shpërngullit, që mjëri o nën sërbë, nën fshatra sërbë e kryesisht, ta jenë veti. Thash, na sërbë po erujmë, po ju jeni vërbnu, thash, me propagandat e juve dhe ki kujdes, thash, po më s'këfolë. Nej, se mës të bojmë. Te Mikuliqi. Te Mikuliqi, a i lyp qatë kohë, do me thonë, unë isha minister. Ky ka qenë i prej Bosnjë-Hercegovinës. Po, ka qenë një prej treve që kanë transformu Bosnën, mund të thonë. Një muslimon, një sërb, një kroatë. U konë një harmoni bukur e mirë para në dhejtave, edhe patën rri Bosnën me nëzirë për i pazhvillume. Mikuliqi e mnohet mandator, edhe a i tash bën konsultime dhe lypës për Kosovës dhe temra. 10 të shkrumni. Edhe këshyrat listën, unë kësha doktoru i ri, kësha 35 vjetë, do më thunë në ministrat materit Jugoslavisë, nështë në gjitha korat, edhe e shesi doktor i ekonomisë, me kryetari njëse lexon civil, e thretat kolegen tem që u konë në atë koha, dhe kryetari njëse në Bosnë, edhe e thot, ne këtë, po, thot, qka me ndonë për to, veç, ne se fleta i qëtë, qka, edhe tani, Mikuliqi thot, që të thot, unë e për zedhi, e dy të jërë të jo që ne thot, së dani, 3 ministra shkësha, dy të jërë të jashka, ne, që të kur. Po s'di, do me thonë, ata 10 vetë, mund bëhet a zem vlasim ka shtim, s'po di, se kun vetë a zemin. Qka ka qenë ideja e asaj qeverie? Ideja asaj qeverie ka qenë që me stabilizu ekonomin, edhe me shpetu Jugoslavin, do me thonë. Mikuliqi ka qenë thellësisht i angazhuar për me evitu këto tendencat e destabilizimit dhe mund të them që reformat naj pa të mbo krejt.